Sot duke filluar nga ora 12 do të kenë ndërprerje të qarkullimit të kamioneve në të gjitha pikat e kalimit kufitar të Kosovës me Serbinë. Kështu ka njoftuar Qendra Kombëtare për Menaxhimin Kufitar, duke thënë se kjo masë është marrë si rezultat i organizimit të protestave të shoferëve të kamioneve në territorin e Serbisë dhe të Maqedonisë së Veriut, si reagim ndaj masave të ndërmarra nga Bashkimi Evropian për shoferët e rajonit. Këto protesta pritet të zgjasin deri në 7 ditë dhe do të ndikojnë drejt për drejt në qarkullimin e mjeteve të transportit dhe mallrave në pikat kufitare mes Kosovës dhe Serbisë. Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar ka njoftuar po ashtu se ndërprerja mund të sjellë mbi ngarkesë të trafikut në zonat kufitare. Protesta është kundër sistemit të ri të hyrjeve dhe daljeve të Bashkimit Evropian, një sistem digital i projektuar për të regjistruar hyrjen dhe daljen e shtetësve të vendeve të treta në kufijt të jashtëm të zonës Schengen, duke përfshirë të dhënat përkatëse të udhëtimit. Ndryshe, gjashtodat e rajonit i shkruan letër Ursula von der Leyen, ku kërkuan zgjedhje për kamionistët, duke thënë se masat prekin 370.000 kompani.